Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Mirë se u gjeta. Çfarë? Kënaqësi të më edhe shumë kënaqësi. Si të ka e zdita? Shumë mirë, shumë mirë. Përmes me bolero, nuk e di sa të pëlqen, po mua nuk e di, në ka një gjë që më bën, jem really, që diçka po ndodh është bolero. Si ke qenë? Super mirë. Ditë e bukur, kohë e bukur. Ishe dje në një shkollë, diku nga Durrësi? Po, tek shkolla agroturizmit në Golen. Eksperiencë shumë interesante, sepse është ideja për të munduar për të kontribuar edhe të ata që mbase s'kan mundësi që janë në Tiranë. Dhe atje kishte nxënës fantastik, më thënë, patjetër, ka edhe nxënës që nuk e dinë se janë në shkollë. Ja, atëherë tema ishte, pra lidhej, ata kishin filluar një fushat me një projekt që kishin bërë disa mikeshat e mia, prej disa takimesh për sa i përket çfarë ata do bënin për të bërë një biznes të tyre. Dhe lidhej pak shumë me temën që ne kemi sot, pra për të kontribuar tek biznesi dhe të bërë një gjë të vetin. Dhe ishte shumë interesante se si, për shembull, më bëri përshtypje një vajzë që ishte nga këto të qeta, të urta, që rrinë gjithmonë nga rreshtat e fundit, edhe patjetër unë kisha përgatitur një skript, por duke parë energjinë e tyre, shumica prej tyre ishin kështu. Pra, ose i kishin sjell me zor, ose nuk e dinin se ku po vinin. Po do vi dikush, është njëri që flet gjithmonë, hajde jeni seraj, dhe asnjëri nuk i jep një linkun tënd që të shikojnë vetë, dhe zakonisht atje fillon gjithë gjëja. Jo, po të duan, njerëzit kërkojnë, kontrollojnë. Dhe sot është shumë e thjeshtë, por it's okay. Edhe dola fare nga skripti dhe fillova me këto, me çfarë më erdhi në mendje, pra me çështjen, me energjinë time që kisha aty në moment. Dhe shkoi shumë mirë, pra nga 15-20 minuta që duhet të ishte, themi kjo, prezantimi im ose folura ime, zgjati diku te 35 minuta, 40 minuta. Dhe një nga vajzat, pra kjo që ishte një nga më të urtat, në fund fare po priste të më takonte ke shkallët. Dhe më fal tha, a mund të bëj një pyetje? Thash, sa të duash ti? Edhe më pyeti, dhe gjitha unë kam ëndra, kam objektiva, kam qëllime, por tha se di, nuk bie ndesh me ato çka do familja ime etj. Dhe po them diçka tani që mbase disa prindër do më shajnë. Thash dëgjoj. Familja jote të ka shumë xhan dhe ti e di këtë gjë. Por ajo që të ka më shumë xhan dhe duhet ketë më shumë xhan, do të jesh ti për veten tënde. Çfarë ti do? Kush ti do të jesh? Çfarë ti do të bësh? Çfarë ti do të arrish? Kjo janë më të rëndësishme. Por thash, më rëndësishme se gjitha këto është dashuria që ti duhet kesh për veten tënde, se ishte pak e shëndetshme. Dhe në mënyrë direkte nuk ja thoja dot, por ja thash indirekt që do të kujdesesh për tempullin tënd, për trupin tënd. Në atë parë, pastaj për mendjen tënde, pastaj për emocionet e tua dhe shpirtin tënd, dhe pastaj të mendosh për të tjerë, duke filluar nga prindrit, motra, vëllezërit e tjerë. Por ëndrat dhe vizioni jo do të jenë primar ato që duan ty. Edhe më tha diçka shumë bukur, tha, unë tha zakonisht, dhe bëri pyetje kjo vajza, një nga ato që bën pyetje. Zakonisht në për kështu eventesh unë nuk flas, rri atje mbrapa e qetë dhe vetëm gjoj. Po nuk e di tha se qa bëre ti, tha, dhe mua më bëre që unë të pyesja. Thash nuk bëra asgjë unë, pra e bëre ti, kishe diçka brenda teje dhe e the. Dhe unë jam shumë i lumtur të të ndihmoj, të të mbështes, i dash numrin tim telefonit, nëse ka diçka që mund bëj me shumë kënaqësi, do ta bëja për ty. Se në fund, sikur vetëm këtë person, pa llogaritur pastaj erdhën disa të tjerë, po sikur vetëm ky person të filloj të mendojë ndryshe, për mua ju arrit qëllimi i pjesës time të aktivitetit, se patjetër mikeshat e mia kanë objektivat e tyre, kanë atë vizionin, kanë ndjekjen etj. Unë jam thjesht shkova dhe mbase nuk do shkoj më, por të paktën te disa prej tyre kam ngelur mendjen.
unë jam e bindur që në moment që ke dalë ande, energjia që ke marrë, pozitiviteti që ke dhënë dhe ke marrë. Po dhe për sot, nëse do flisnim për sot, në fakt e fillove temën shumë bukur, sepse unë besoj suksesi për secilin nga ne është i ndryshëm. Pra kur ne themi, a do të bësh bosi vetes për 90 ditë? Edhe arsyeja pse po e bëjmë këtë në fakt e Glend është pikërisht për unë mendoj që është kjo, që ne duam të kemi mundësi. Arita haj, po thotë Glenti, Arita Dima haj. Arsyeja pse duam është që në fund të ditës disa veta, kushdo që do dëgjoj, të ketë mundësi të kuptoj që në atë korsinë e vet të jetës ka mundësi ta bëj suksesin ashtu siç e dëshiron. Dhe unë besoj që nëse ne do flasim sot, e para njëron do e quaja në parim, do të ishte vetëm disa pika që ne duam t'i hedhim dhe të trazojmë ujërat. Dhe zakonisht këto ujërat për mua janë ato ujërat të cilët rrin aq shumë ndënjur sa në kuptimin më të mirë të fjalës qelbet njeriu vetë dhe qelbet atarët e rrotull. Dhe ndaj unë them që sot ata që ne duam ta dëgjojnë të gjë janë qoftë ata persona që janë të punësuar diku dhe duan për gjithë jetën e tyre të jenë të punësuar diku sepse ndjejnë që mund të shërbejnë shumë mirë atje ku janë, qoftë ata që cilët janë të vetë punësuar, qoftë ata që kanë një startup, qoftë ata që kanë një biznes të tyre, qoftë ata që duan të zhvillohen. Në parimin e parë që unë dua të them është që çfarëdo që ne do të mundohemi të themi është secili të gjejë veten çdo të thotë suksesi për të. Do ta fillojmë me ty direkt. Çfarë do të thotë të jetë një sukses për ty? Çfarë është suksesi për ty? Pse e ke kërkuar të sukses? Dhe dukshëm është që në parim kushdo që të shikon e di që e ke suksesin. Pse e ke kërkuar? Pse mendon je në rrugën e duhur? Unë mendoj, siç e theti pak më parë, secili ka rrugtimin e vet dhe ka të dëshirat, objektivat, synimet e veta. Me thënë drejtën, një nga kur erdha nga Anglia në 2006, një nga objektivat që unë kisha ishte të hapja, të bëja diçka timen. Pra, me idenë për të patur diçka timen në konceptin e legacy, pra unë jam duke bërë diçka në këtë botë dhe jam duke lënë diçka në këtë botë, por njëkohësisht do doja të kisha mundësi të kontribuoja për një shoqëri më të mirë në atë gjën time që unë do bëja. Dhe nuk ka qenë lehtë, ka qenë vështirë, me sfida, me rrëzime, me dështime të suksesshme, me suksese, me arritje, me kapje targetash, me mos realizim targetash. Dhe kjo gjë vazhdon dhe do vazhdoj gjithmonë. Pra nëse në çfarë do gjë që ne bëjmë, arrim gjithmonë çfarë duam, atëherë i bie që nuk kemi vendosur objektivat mjaftueshëm sfidues. Sepse përndryshe nuk do mund t'i arrinin dot gjithmonë. Çka do thot herë tjetër, nëse i arrin gjithmonë ato çka vendos se do bësh, duhet i vendosësh pak më sfidues, pak më të mëdhenj, pak më të vështirë, pak më të paarritshëm, pra atë çka thot pjesa tjetër e njerëzve. Jo thjesht në aspektin se shumica, dhe kjo është një nga gjërat që mendoj duhet të themi, shumica e njerëzve e lidhin suksesin patjetër me pjesën financiare. Për mua, fal shqyr Zotit, gjithësisë, universit e tjerë, jam mirë nga pjesa financiare, nga biznesi, nga puna, gjërat po ecin këtë, do thoya këtë vit mbasi më mirë se që prisja, por kjo nuk besoj se ndodh rastësisht. Kjo ndodh për një arsye, një rrjet të tërë gjërash, se një radhë gjërash që kanë ndodhur dhe unë kam bërë me kohë. Dhe përgjigja vjen nga karma, energjia, Zoti, gjithësia, universit, varet se ku secili beson. Por mendoj që suksesi më i mirë dhe ai që unë kërkoj dhe shpresoj, dëshiroj që shumica ta kenë edhe këtë gjë pjesë objektivave është paqja me veten. Pra shumë e rëndësishme kur shkon të flesh, të flesh i qetë. Pra, unë kam bërë diçka të mirë në këtë botë, kam kontribuar për diçka të mirë, patjetër kam fituar, patjetër e kam shijuar, por ama kam ndihmuar edhe ca njerëz të bëhen më të mirë, kam ndihmuar edhe ca njerëz të kenë më shumë, të jenë më shumë, të arrijnë më shumë, të bëjnë më shumë. Mund ta përkthej këtë që thua që të pasit sukses, të pasurit sukses për ty, është vlera që t'i kalon tek spari vetja jote,
familja jote dhe trashëgimia që do lësh te komuniteti rrethrot dhe në fund të ditës kjo të bën që edhe kur shtrihesh kur thua ndark, thua që diçka kam bërë për këtë gjë. Edhe mund të duket një gjë e vogël, por nëse secili nga ne do të marrë ta mbaj në mendje këtë gjë, e para fiton ti jetën që do, edhe nuk është kaq e kollaj të kesh jetën që do. Lidhur me këtë pyetje që do të kisha unë prap, a mendon që të definosh suksesin duhet patjetër të nisesh nga çfarë dëgjohet nga ne, për shembull që duhet të kesh biznesin tënd, a është ky një definicion suksesi që është i këshillueshëm? Unë para disa vitesh në një trajnim që bëm me Patrick Bet-David, për herë të parë kam dëgjuar qartësisht pjesën e asaj që ne e dinim, po nuk e dinim të ndarë në këtë mënyrë, është sipërmarrës dhe ndërmarrës. Pra sipërmarrës do thot kur ti ke mundësi, energji, dëshirë, nerva për të marrë risk për sipër, për të investuar para, për të investuar kohë, për t'ja dalë në diçka, në një angazhim, ndërmarrje, sipërmarrje e tjerë, që çfarë të duash. Dhe kjo, nëse dikush mendon që duke bërë biznesin e vet do punoj më pak, ja ka fut kot, sepse praktikisht nëse bën diçka tënde, ti mendja jote është, edhe nëse ti fizikisht nuk je në punë, ti je me mendje, me shpirt, je me gjendje gjithë kohën tek punat e biznesit, sidomos mendoj unë në zonën tonë të botës, në Shqipëri dhe në Ballkan, ku praktikisht institucione shtetërore, njerëzit, ekosistemi, në fakt të gjithë ekosistemi, në një farë mënyre përpiqet të të vëj shkopin në rrota. Pra shumë e vështirë që, ose më saktë kja shumë pak ata që duan të t'japin një dorë dhe të shtyjnë përpara. Pra pjesa më e madhe ose bëhen xheloz për atë që ti po bën, se në fund fare, sidomos ne që jemi një vend i vogël, dhe fillojnë dhe thonë që u bë ky ose u bë kjo. Unë e mbaj mend kur hante bukë me sheqer dhe me ujë sipër. Dhe është e vërtetë. Ujë me sheqer se është. Jo, pa vaj, se me vaj ishte luks. Pra, bukë me sheqer dhe me ujë sipër dhe kemi bërë dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Por kjo nuk do të thotë që unë duhet të jem ai, apo ti duhet të jesh ai, apo askush duhet të jetë ai. Është çështja sa vizualizon, çfarë vizualizon, ku vizualizon që do jesh dhe pastaj çfarë do kesh. Dhe unë kam vendosur 2 objektiva, u bën tashmë 8 vite, që ka vendosur objektivi 2 të ardhur pak më vonë, po 2 objektiva të mëdha. Objektivi i parë është dhe mbi të cilët kam lënë objektiva të tjerë. Objektivi i parë dhe më i madhi që unë kam është të jetoj 140 vite i shëndetshëm dhe i lumtur. Dhe për një arsye, më thon pse 140, jo 120, pse 140, 150, ky ishte ai që unë mendova ose më erdhi, Zoti gjithësia universi ma goditi në mendje para 8-9 vitesh kur e kam thënë për herë të parë. Dhe me thënë drejtë shumica ata mendonin që ky është i rrëshqitur, i pas kanë ikur plumbat. Mund të ketë nga ata që mendojnë dhe tani, por jo më larg se para disa ditësh unë kam filluar të lexoj një libër dhe e kam këtu. Shiva. The Death of Death. Okej, ma ka dhënë një miku im Epi, i cili organizon, miku ynë, evente në mbar botën, dhe unë kam veshur edhe bluzën e tij, pra Bold Words, vetëm për ta falënderuar, pra se praktikisht po më shkund ky libri. Ajo çka mendohet, çka planifikohet, çka po ndodh është 20 vitet e ardhshme, 2 dekadë e ardhshme, do të thënë, me shumë gjasa, teknologjia do eci në atë nivel sa që do ekzistojë mundësia që vdekja të mos ekzistojë më. Pra njerëzit do kenë mundësi të jetojnë sa të duan. A do jetë e mundur kjo? Nuk e di, por testimet tregojnë që do ndodhi, testimet që janë bërë jo me njerëzit, por ashtu me kafshët, shkojnë me rritjen e moshës tyre 2 herë, 3 herë deri në 10 herë. Por nëse kjo ndodh, nuk po them 2 herë, 3 herë, por nëse rritet me 40%, me 50%, pa frikë kalojnë atë 140 centime. Pra unë jam gati për 140. Dhe çfarë bën kjo?
ky vendimarrje që unë kam marrë, çdo gjë që unë bëj në jetën time, në një farë mënyrë, në mënyrë subkonsciente, më orienton e glend kjo gjëja që ti po bën të ndihmon drejt atij objektivi? Jo, nuk e bëj. Më ndihmon, po e bëj. Dhe kjo lidhet me ushqimin, u lidhet me aktiviteti fizik, lidhet me gjuhën e mirë, lidhet me miqësitë, me energjitë e njerëzve që kam rreth e qark, lidhet me angazhimin në punë dhe tipologjinë e biznesit që unë bëj, sepse koha është aseti më i vyer që ne kemi. Dhe koha duhet, ma ka mësuar një mentore mikeshe ime, ndarjen e kohës në 3 pjesë, Elida Motro. Pra kohë e harxuar, kohë e përdorur dhe kohë e investuar. Dhe sa ti i Zoti je të kesh sa më pak kohë të harxuar, sa më shumë kohë të investuar. Nuk ka rëndësi nëse për dikë tjetër është kohë investuar apo jo. Rëndësi ka si e percepton ti. Nëse ti e percepton atë kohën që bën, pra një kafe që mund pish me shokët, e percepton si kohë investuar, fantastike, është kohë investuare, sepse është mënyra, po, dhe me prindrit, me vëllezërit, me një mik të dashur, me çfarë do lloj, nëse ti një tenis që mund bësh, pra nëse ti e mendon kohë të harxuar, atë lojën që të bësh, atëherë është kohë harxuar. Nëse ti e mendon kohë të investuar, ajo çka ndodh në subkonsciencën tonë, në trurin tonë, është që ata fillojnë karikojnë dhe thonë, wow, kohë investuar, kështu që japin më shumë energji në trupin tënd, në shpirtin tënd, në mendjen tënde, dhe ti do ta bësh më shumë atë, sepse është investim për ty. Dhe këtë më ka mësuar dhe më ka ngelur mendje nga mikesha jon këtu, Elida Motra. Më dëgjon që në moment që ne flasim këto, ki parasysh që shumë nga personat që na ndjekin, qoftë tani kur, qoftë dhe kur në ta nxjerrim në podcast, e ke parasysh citate bukur me sheqer me vaj, gjëja që do thonë, okay, ti do të bësh këto, ti ke vendosur të bësh këto. Çfarë janë, kush kanë qenë ata që unë i quaj gjigantët e tu? Arsyeja pse po e them është se ky live në fakt po bëhet si një paradhënie e një workshopi që unë kam me një grup të caktuar njerëzit, në cilët do flasim në fakt Davidi edhe Piskatori. Janë 2 parime që Davidi është e para fare, është e thjeshta është që kur e kanë pyetur Michelangelo që i thanë si e bëre Davidi, në fakt kisha një blok të madh mermeri dhe pash Davidin brenda dhe vetëm e pastrova, e largova. Dhe pyetja ime është, këta Davidët kanë pasur gjithmonë një Goliat përpara, gigant përpara. Cilët kanë qenë vështirësitë e tua? Të kthehem tek ajo e thjesht, që të kalosh nga gjëja më e vogël, më e thjesht, në një vend që është historikisht shumë e vështirë të ndërtosh, të bësh një ndërmarrje dhe një sipërmarrje këtu, të dyja njëkohësisht janë vështira. Në çdo vend të botës, po e bëre këtu, në çdo vend të botës shkëlqen. Cilët kanë qenë ata gigantë të tu, që ti si një David i vogël, vetëm me një gur, e ke marrë dhe pap, i ke rënë dhe i e gëzuar, kur i ke hedhur poshtë. Çfarë mund të jenë ta gigantë sot për një të punësuar, për një të vetë punësuar, për një person që ka një freelance si portofol, për dikë që ka një biznes të vetin, për dikë i cili punon, por nuk e di ku është akoma në asnjë nga ato gjëra që ne po flasim sot, por kërkon një sukses dhe do që të dalë nga këto minuta tona, të dalë me 3-4 pika si ti mund gjigantët në 90 ditët e ardhshme. Unë mendoj që pjesa më e madhe Goliatëve nuk është fizikisht atje tej që po të lufton ty. Është perceptimi që ne kemi që janë disa të tjerë që na pengojnë e tjerë. Nëse ne fillojmë largojmë të perceptimin negativ që kemi për ata që janë Goliatët e tej, me shumë gjasa do ecim përpara. Patjetër që na pengojnë, por në fund fare nëse ti ke, më thënë, një nga gjërat që mendoj unë duhet bësh është nëse mendon që duhet ja dalësh dhe e shef që vetë nuk ja del dot, gjej një Goliat dhe bashkojo. Pra, vizualizoje, mendoje, projektoje, ndihmoje, kontribuoje, mbështete, shto vlerë për këtë Goliatin dhe bëu pjesë e bashkëpunëtorëve të tij, pjesë e networkut të tij, pjesë e punës të tij, pjesë e jetës të tij etj. E para. Dhe nëse e bën këtë është fantastike fare, sepse tashmë edhe Goliatët e tjerë që mund të jenë në terren thonë, ky është me Goliatin numër 1, me Goliatin numër 2, me Goliatin numër 3, kështu që e lëm këtë, le të vazhdoj ky.
Por edhe nëse nuk e bën dot të gjë, çfarë unë do bëja personalisht është të filloja të ndryshoja mënyrën se si e perceptoj atë Goliatin. Pa nëse e perceptoj si dikush i cili do të më haj, do të më rrëzoj, do të më vrasë, do të më godasë etj, me shumë gjasa, edhe pa e bërë ai këtë gjë, do ta bësh ti vetëm me veten tënde. Po nëse ti e percepton, se në përgjithësi shumica e Goliatëve nuk janë atje tej në të vërtetë. Janë te perceptimet tona, janë tek limitet, Tony Robbins i thot limiting beliefs, edhe besimet tona limituese se çfarë ne mund të jemi, çfarë ne mund të kemi dhe çfarë ne mund të bëjmë. Dhe nëse ne thjesht fillojmë t'i heqim si puna e atyre të qepës. Diktatore, fillon t'i heqësh, se mund i heq nga syt, sepse ato të zënë syt. Se mund të jenë kolla, po kur vjen kjo është të bërë. Ndajtëm që shumë e bukur dhe kjo. Pra nëse ti shikon dhe shikon botë dhe shikon që nuk është kaq e ngushtë kjo gjëja sa shiko. Sa mund të shikoj kështu? Po. Unë jam shumë i lumtur që kohët e fundit, sidomos pak 2-3 vitet e fundit, nëpërmjet edhe këto eventet që ne bëjmë, të eventet e Vasilit, të grupi Mastermind e tjerë, janë disa njerëz të cilët kanë filluar nga Davida Degjel të jenë Golia dhe të punojnë me botën. Pra, është shumë e mirë të punosh dhe të kontribuosh me shqiptarinë, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi etj ku jemi ne. Por është edhe më e mirë akoma që ti të punosh me botin edhe tej. Pra nuk e pse mendon short-sighted, pra me një gjë të vogël. Sepse sot nëpërmjet, më thënë, unë po merrem me një projekt tani që është 5 ose 6 fishi i projektit që jemi duke ndërtuar aktualisht në Qerrek. Dhe pjesën më të madhe të punës deri tani është duke më bërë ChatGPT-ja, Groku dhe Perplexity. Pra jam duke testuar të tre ata dhe jam duke marrë të paktën një punë që më kanë bërë deri tani për punë 10 ditësh, nëse do kisha punësuar nuk kisha ku e gjeja njëri që të më bënte të gjitha detajet, por nëse do ishte njëri i tillë ose një studio e tillë, do më kishte marrë disa mijë euro. Dhe unë këtë e kam bërë vetëm me $22 që kam paguar në muaj tek membership i ChatGPT-s. Po jo është ka kaluar në zero, thjesht ti jep kohën. Ti kam provuar me sa, domethënë tani edhe 20 që është hequr fare. Edhe Copilot është po ashtu really very good. Anyway, po dalin pafund dhe do ketë pafund edhe të tjera, varet se çfarë do. Dhe nuk besoj se është problem, sepse minimalisht vetëm me çfarë më ka bërë deri tani për 10 ditë, më ka paguar mua membershipin për të paktën 10 vjet. Pra, atë çka do jepja diku tjetër, por ajo çka ndodh në proces është që unë mësoj, unë edukoj veten time dhe edukohem se si unë të bëj pyetje të dura për të marrë përgjigjen e duhur. Çfarë unë duhet kem kujdes që të mos e bëj pyetje sepse përsërit veten time dhe çfarë duhet kem kujdes të përdor atë kohën që ajo ka, në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe vetëm duke përdor këto gjëra që na jep sot teknologjia edhe falas, ke mundësi të arrish dhe të bësh projekte, studime, ide fantastike. Dhe sot nëpërmjet teknologjisë, jo domosdoshmërisht ta shpikësh ti vetë. Ke mundësi të blesh membershipe të vogla në për struktura të mëdha ndërkombëtare, edhe në pjesën e trajnimeve. Pjesën e trajnimeve ka module pafund që ti ke mundësi ti blesh dhe të bësh trajnime online nëse me të vërtet ti shton vlerë, nëse e shef të gjë si biznes, nëse e shef në fushën e një eksperti, kontabël, një freelancer, patjetër që ti mund të punosh të gjitha këto platformat jo Fiverr etj, çfarë janë për freelancerët. Po mund të krijosh një profil tëndin shumë të avancuar, ti bashkëngjitesh dhe ti bësh një punë shumë bukur një personazhe si kompani të njohur, dhe këtë ta promovosh dhe të marrin kompanitë të tjera nga mbar bota nëse ti ke referrals, nëse ke referime. Sot bota po shkon drejt vlerësimit palëve të treta, third party valuation. Domethënë ka filluar me Google-in përpara 10-15 viteve, sot është bërë edhe më e kërkuar akoma. Çdo kush kërkon të di çfarë mendon
pra nëse unë do marr një shërbim nga Elida, unë dua të di çfarë mendon dikush që e ka trajnuar Elida, që e ka zhvilluar Elida, që e ka mbështetur Elida, për e vërteti, pra një person real që ka emër mbi emër, që ka numër telefoni, që ka adresë emaili dhe që ka bërë diçka, pra isha këtu dhe shkova këtu që tregon historinë e vet. Dhe ta marrësh telefon këtë njëri të thoshore me të vërtet bëre këtë gjë me Elitën dhe ky person do thot absolutisht po, sepse 1 2 3 4 5 6. Në këtë mënyrë e ke të shitur, e ke minimumi një klient apo bashkëpunëtor apo partner, e ke të shitur ke ideja jote, ke produkti yt, ke shërbimi yt. Pra nuk ka sot limitet, mendojmë ne, Tiranën, Shqipërinë, Shqiptarinë, ke mbar botën, nëse me të vërtet ke se çfarë shton vlerë dhe ke se çfarë jep. Ishte në 2022, Aglen që do them unë, atë kthej qokën që më the, kur të kam thënë, kemi folur shumë, ke thënë, ke filozofinë tënde dhe go global, dhe ishte like, kur I kam thënë votin tim, I will go global. Ishte like, really? And it's working, dhe është e vërtet që dalja në botë, mendoj unë, dhe ishte një nga gjëra që kam diskutuar para ca kohësh, është një nga gjëra se si bizneset shqiptare, por edhe të punësuarit atje, mund të marrin një krah zhvillimi të jashtëzakonshëm me ekspozimin në botë. Ekspozimi në botë do të thotë që ti ke mundësi të jashtëzakonshme të zhvillohesh, ke mundësi të jashtëzakonshme të ekspozohesh ndaj kulturave të ndryshme, po dhe profesionale, dhe në fund të ditës unë besoj që drejt kësaj po shkojmë. Unë mendoj në fakt edhe me ata klientë që unë punoj, them shikon, nëse do ta bëni ju këtë dalje, shumë shpejt europianët do t'i kemi këtu, dhe ata do mbysin gjithçka gjëra të vogla si punë marketeve të vogla, që do të hajnë në marketet e mëdha. Nëse nuk dalim të bëjmë chainin ton somewhere, dhe këtu të jemi një deg ndërkombëtare, do të jetë shumë shpejt që do dalim, po të kthehemi prapë te ky udhëtimi I të bërit I suksesshëm. Pra ajo që po thua për gjigantët e tuaj, para fare një herë, ajo që unë kuptoj është I ke thënë vetë zota bëj këtë gjën dhe ke filluar ta shpallësh, dhe ajo që ti the është shumë e rëndësishme kur e shpall, mos shpall një objektiv të arritshëm. Po mundohu të jetë diçka e cila ty të sfidon më shumë. Filloj objektivin nga vetja jote, se ti do jesh aseti kryesor, edhe nëse punon për dikë, edhe nëse je I vetë punësuar, edhe nëse ti drejton diçka, në fund të ditës, aseti kryesor jemi ne dhe ato që ne prodhojmë. Në your heritage, gjithçka që ti do lësh në trashëgimi janë gjëra që ti do lësh, ose ato që sot ti ke dhe në mënyrë pasive do sillen të ardhura. Le të vim pak te biznesi primar që ti ke. Dhe flasim biznesin primar, cilën e ke nisur nga hiçi. Nuk është se të ka ardhur në dorë nga dikush. Çfarë mund t'i thuhet dikujt që pavarësisht ku zgjedh të jetë, që mund të jetë një punësuar I shkëlqyer. Arsyeja pse e them është sot ata që janë punësuar të shkëlqyer e kanë mundësinë të bëhen ekspert maestro në 3-4 skills, të cilat janë ekspertiza e tyre dhe shumë shpejt që do të përfiten nga kudo. Pra jam duke I thënë dhe ata suksesi I tyre për mua është I jashtëzakonshëm. Pyetja që unë kam për ty tek rei sot, cila ka qenë rruga dhe cilët janë themi ato gjigantët e ardhshëm që ti I shikon, dhe nëse dikush që është atje që na ndjek sot apo në të ardhmen do të kontaktonte, çfarë është një rrugëtim suksesi që mund të bëjnë me ty? Okej. Deri përpara 3 viteve, se edhe objektivat ndryshojnë në varet se çfarë do. Objektivat ishin që ne të ishim në gjithë rajonin tonë me zgjuar real estate, me i realty në Kosovë, Maqedoni, pra në rajon. Dhe kuptova që unë nuk isha dhe aq menaxher I mirë. Pra, dhe kuptoj që unë nuk jam menaxher I mirë. Çka do thot mua më duhen menaxher të mirë për të bërë diçka. Por arrita të kuptoj që aseti më I vyer, ajo që ne themi tani, jo se nuk e dija, por fillon të analizon më tepër, është koha ime, është energjia ime. Dhe fal marrëdhënieve që kam, kontakteve, partnerëve të mi e tjerë, thash pse të mos kontribuoj, shtoj vlerë në diçka tjetër e cila më bën mua që unë të shtoj vlerë më tepër në komunitet, industrinë ku unë jam, por njëkohësisht fitoj edhe më shumë për veten time dhe partnerët e mi. Dhe ka ndryshuar mendësia nga të qenit në fushën e real estate-it si ndërmjetës, në të qenit në fushën e real estate-it si zhvillues, si investitor. Dhe të thash, pra projekti që kemi tani, po themi X, se nuk dua të flas për vlera,
Jo se nuk mund të flas, po s'duaj që të thonë po mburret, po bëhet etj. Dhe projekti që ne po punojmë aktualisht për të mbyllur, janë disa projekte, por njëri është minimalisht 5 herë më i madh se sa i pari. Dhe ne folëm para për atë që ne duhet bëjmë të dalim jashtë. Pra një nga objektivat e mi që në 2018 ka qenë që të bëj, dhe është akoma, të bëj një fond investimi Real Estate Investment Trust në shqiptari. Fatkeqësisht ligji që është mbi investimet alternative është bërë edhe nga frika e 97-s, pra këtyre kompanive që ndodhen atëherë, por edhe fal lobimeve që bëjnë këto kompanitë e mëdha, se jemi vend shumë i vogël, të gjithë e njohin të gjithë paguajnë diçka diku ose ka një kontribut, një telefonat vjen nga dikush, dhe kanë bërë në atë mënyrë ligjin që praktikisht nëse do të hapësh një fond investimi në Shqipëri, duhet të jesh ose bank ose kompani sigurimi. Pra 51% plus 51% duhet të jetë institucion financiar, bank ose kompani sigurimi për të hapur një fond për investime alternative. Unë nuk jam dhe nuk kam as bank dhe as kompani sigurimi. Dhe çfarë po bëj? Me disa miq të mi jemi duke punuar për të hapur një fond investimi në Luksemburg. Pra atë gjë që nuk e bëj dot në Shqipëri, po e bëj në Bashkimin Evropian, ku kriteret janë më të forta, procedurat janë më të vështira, pagesa është më e lartë dhe siguria shumë herë më e madhe. Patjetër që ka një pagesë dhe një strukturë që ti duhet ta menaxhosh me më të mëdhenj të botë, qoftë nga ana juridike, qoftë nga ana fiskale, por facilitetet që t'jep, mundësia që t'jep për ta zhvilluar këtë gjën janë shumë më të mëdha se sa në Shqipëri. Dhe nëpërmjet atij fondi atje do kenë mundësi jo vetëm këto, po themi 15-20 kompani në Shqipëri në fushën e real estate-it që në një farë mënyre kanë mbi 80-85% të tregut, por dhe të tjerët ose të njerëzit normal, ne normalët, të kemi mundësi të jemi investitor në këtë zhvillim të madh që do ketë Shqipëria të paktën në 10 vitet e ardhshme, sipas këndvështrimit tim dhe analizës që unë bëj në zhvillimin e pronave të paluajtshme. Në kryeqytet, në qytete mëdha, Shkodër, Vlorë, Korç, por sidomos në Bregdet. Sepse Bregdeti është një treg potencial për 3 apo 4 apo 5 milion shqiptarë që mund të jenë klient, nuk po flas për Shqipërisë, se klientët e Shqipërisë për Bregdetin pothuajse janë ezauruar. Po flas për shqiptarë që jetojnë në diasporë dhe në Kosovë apo në Maqedoni, po tregu i Bregdetit është për minimalisht 300-400 milion njerëz, të cilët kanë potencial, kanë të ardhura financiare, kanë dëshirë, kanë edhe vizion për të bërë një investim të tillë, sepse e kanë bërë në Itali, e kanë bërë në Spanjë, e kanë bërë në Portugali, e kanë bërë në Kroaci, e kanë bërë në Malzi, e kanë bërë në Greqi, e kanë bërë në Çipro, pse të mos e bëjnë edhe në Shqipëri? Dhe në këtë fushë unë dua të nuk po them, pra nëse arri do ta bëj fondin që unë kam menduar, do jenë një nga Goliat e tregut. Nuk do jem unë, po grupi jonë do jetë një nga Goliat e tregut. Dhe një nga Goliat cila kontribuon që jo vetëm ai 1% e vogël të mund të fitoj para e këtyre, po themi, top biznesmenëve dhe ndërtuesve dhe investitorë, por të jetë 1% shumë e madhe se sa kjo. Kënë njerëzit të cilët kanë kursyer ose kursejnë 5.000, 10.000, 50.000, 20.000 euro në vit. Dhe mbesoj që të tillë në Shqipëri ka goxha, ka shumë, që nuk kanë mundësi ta bëjnë këtë investim. Pra kjo është në fushën time. Dhe po ta them, pra ajo çka ka ndodhur në 6-15 vite e gjysmë tashmë, jo thjesht në financa apo në gjëra që bëj, punë që bëj, po në mënyrë se si mendoj është shumë e ndryshme nga ajo si mendoja para 15 vitesh kur kam filluar. Por kjo nuk ndodh me një herë dhe nuk ndodh sepse un kam dashur. Kjo ndodh sepse un kam punuar fort, jam përpjekur, kam qenë konsistent, kam lexuar, jam trajnuar, jam mentoruar,
kam mentoruar, kam kontribuar, kam shtuar vlerë dhe vazhdoj ta bëj, por njëkohësisht në këtë mënyrë gjithësia, Zoti, universi, të kthen mbrapsh atë çka ti ke bërë dhe ke dhënë. Besoj që ajo që mendoj që po thua është që shumë nga njerëzit që na ndjekin mund të bashkohen dhe është një pjesë që në moment që kjo deklarohet dhe po vjen përpara jam e bindur. Jam e bindur që shumë nga njerëzit do ta shikojnë që do dali, do shpallet, do të bëhet dhe kushdo që do të jetë i pari, janë ata që do duan të investojnë të parët, dhe unë besoj që ka shumë nga ata të cilët janë të vetë punësuar, që janë të zotë, që janë të aftë të bëjnë, ata që janë freelancer, që kanë disa aftësi dhe mund t'i bashkohen këtij grupi edhe si ekspert. Dhe si ekspert, shpeshherë nuk do të vënë ato 10.000 euro, por do të vënë 10 rroga në cilat nuk do paguhen dhe ata fillojnë të bëhen ndonjëherë investitor. Pra, do doja që ta vija në vëmendje sepse janë pikërisht këto lloj grupesh që japin zhvillim sidomos njerëzve që kanë mend. Që do të thotë njerëzit që kanë mend janë ata që në cilën do pozicion të jetës që janë, kanë mundësi të investojnë, ndoshta jo monetarisht, por me kohën e tyre dhe ekspertizën e tyre që këto ëndra që dikush që është atje në treg dhe që po mundohet të kapë një gjë që është shumë e madhe, mund të ofrojnë në fillim dhe të fillojnë të vendosen që në fondin e parë të kapitaleve të para. Kështu që unë besoj që kjo është një thirrje shumë e mirë, kushdo që mund ta shikojë, ta dëgjojë, mund të futet të shikojë, të pyes ChatGPT, të pyes everything, dhe do shikojë që sapo është dhënë një mundësi shumë e artë, mendoj unë. Edhe mund të mos ishte, mendoj unë, ndoshta në regjistrimin e Europë, por mund të ishte regjistrimin në Amerikë. Shiko ç'po bëhet në politikat e reja, unë do të thoshja shiko sepse Trumpi ka hapur dyert për këtë gjë. Kushdo që vetë aty do bëj këto hapjet e para, janë të jashtëzakonshme. Dhe nëse i vë dhe një çik ngjyrim të një fjalabie të energjive të rinovueshme, që do ketë një pjesë të asaj që ta përdorim se kemi diellin, janë disa politika që po bëhen që janë të jashtëzakonshme. Dhe unë mendoj që prapë ndoshta mund të shikohen, ju e dini, jam e bindur që jeni duke parë. Nëse dikush do donte të fillonte një rrugtim suksesi, çfarë janë 2-3 gjëra që do duhet se s'bën në veten e vet, marti vërtet e vendi. Pra do filloj për 19 ditë të ardhshme, dua të merrem si shtamm, do merrem sfarë me veten tonë, çfarë do duhet largojmë nga eksperjenca jote, çfarë do duhet të vrasësh nga eksperjenca jote në punën me veten, përpara se të dalësh të hasësh me të tjerët. Mund të them në 2-3 të mia mbasi të marrosh ti. Po. Gjëja më kryesore është ato harxhuesit e kohës. Domethënë, e thash në fillim fare, koha është aseti më i vyer. Më mirë flej gjumë, më mirë meditoj, më mirë reflektoj, sesa të harxhosh kohën me gjëra që nuk të shtojnë vlerë fare, as ty, as jetës tënde, as trupit tënd, as mendjes, as shpirtit të tjerë. Pastaj akoma më keq akoma ato që ta shkatrojnë energjinë tënde. Unë një gjë që kam larguar dhe jam super i lumtur që jam larguar nga jeta ime është lajmet. Do të thënë, nëse unë do doja të bëja jam në një pozicion i punësuar apo i vetë punësuar, vartës apo drejtor diku, dhe do filloja këtë udhtim 90 ditë jam bosi vetes time, do largoja, do bëja unfollow të gjithë personat dhe të gjitha faqet që kanë lajme. Lajme ose që rojnë me parazit, që rojnë me... Jo, pastaj, lajme unë quaj dhe ata që kanë këtë për klikime, që kanë postime negative etj. Por çfarë do lloj gjëje që nuk më shton vlerë, që nuk më jep energji të mirë. Nuk po them informacion, se një pjesë e lajme japin informacion, por është informacion që në pjesën më të madhe të rasteve nuk na hyn në punë fare, personalisht. Sepse me siguri sa po dalësh në tregat e tij dhe ta dëgjosh dikush ta thotë dhe nuk e pse harxhon kohën ta lexosh vet, kur ke mundësi ta dëgjosh nga diku tjetër. E para. E dyta. Këtë kohën që do fitoj nga largimi këtyre lajmeve, do ta përdorja, do ta investoja duke marrë një blok, një cop letër përpara dhe duke shkruar çfarë unë dua. Kush unë dua të jem, çfarë dua të arri, çfarë dua të kem, çfarë vlere mund të shtoj unë këtu ku jam, më shumë nga sa bëj. Dhe për gjitha këto, dhe pastaj kuptohet, nëse dalin te pjesa teorike që ndjesh mirë, që të kesh një purpose etj.
janë shumë të mira këto, po janë shumë filozofike. Unë do t'ja kisha drejtë në temë, direkt tek pjesa ore çfarë unë djej, çfarë unë dua, çfarë unë kërkoj, kush unë dua të jem, çfarë unë dua të bëj, çfarë dua të arrij. Dhe një pjesë tonë unë e di. Studimet tregojnë në Harvard është për studim përpara rreth 20 viteve me disa studentë, të cilët ishin në Harvard, pra në përfundim fare në vitin e fundit, dhe i pyet për këtë gjë, sa prej jush kanë objektiva, synime, qarta e tjerë. Gjithë kishin. Të gjithë ngritën. Sa prej jush i kanë të shkruara, të përcaktuara qartë, të matshme në kopra, të smartin që ne përdorim. Dhe ngritën duart një pjesë prej tyre. Pas 20 vitesh kur i analizuan këta, kjo pjesa e vogël që mund të ishte sa 1/5, 1/6 e gjithëve këtyre harvardistëve, po flasim tek një nga shkollat, për të mos thënë shkolla më e mirë në botë. Okay? Kishin, vlenin dhe ishin sa gjithë të tjerë të marrë së bashku. Pra, kjo përqindja e vogël, po themi ne 10%, vlente, kishte dhe ishte sa gjithë 90% të marrë së bashku. Dhe asgjë tjetër nuk kishte ndryshuar, as notat, as aksesi, as pozicioni, as shkollimi, se gjitha i kishin një lloj. E vetmja gjë që ndryshonte ke gjithta ishte që këto objektiva, këto synime i kishin të shkruara, të mirë përcaktuara, të vendosura me afate në kohë dhe detajuara me kohë, me parametra, me numra etj. E vetmja gjë. Dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme. Për mua, unë rregullisht her pas here, dikur e bëja, do të thënë kisha një blog shënime që shkruaja për ditë disa gjëra, kisha marrë nga Grant Cardone. Tani nuk e bëj për ditë, por minimalisht një herë në javë, kur parkoj makinën, zbres aty përpara zyrës katin e parë tek plaza, nxjerr bllokun përpara, telefoni është i fikur se është ora 8 i çerek, edhe filloj dhe shkruaj. Dhe shikoj çfarë kam shkruar përpara dhe çfarë po shkruaj tani. Në përgjithësi janë pothuajse të njëjtat gjëra. Pa nuk është se ndryshojnë shumë, ndryshojnë pak, po ndryshojnë nga pak. Po ajo çka ndryshon mendësia ime, fokusi im, psikologjia ime. Për shembull, ajo gjë që thash, 40 vjeç i lumtur dhe i shëndetshëm, vetëm ajo gjë që unë shkruaj rregullisht, okay, më bën mua, më detyron mua që çfarë do lloj vendimi që unë marr për jetën time, për veten time, për punën time, për shëndetin tim, për fizikun tim, për ushqimin tim, çfarë do lloj vendimi të lidhet me këtë objektivin primar kryesor që un kam. E treta, do filloja kur të ulesha, do mendoja kush është idhulli im, ose kush është personi, kompania apo ai modeli që un dua të ndjek. Dhe sot e kemi shumë të lehtë se kemi mundësi të ndjekim Elon Musk, Tony Robbins, më thuaj Grant Cardone, Warren Buffett, Donald Trump, Vasil Nachin, edhe nëse nuk i kemi në marrëdhënie direkte, ke mundësi të ndjekësh online, ke mundësi ta marrësh materialin nëpërmjet postimeve që ata bëjnë, nëpërmjet librave që botojnë, nëpërmjet këtyre blogjeve ku ata shkruajnë, dhe ke mundësi në një farë mënyrë të kesh mentor. Dhe këtë gjë do bëja, pra kush ishte ai idhulli ose personi ose kompania që unë dua të ndjek të bëhem si ajo. E pesta që do bëja, do filloja të lexoja pak më shumë. Mençuria e botës është nëpër libra. Pra njerëzit më të ditur, më të mençur, më të zot në botë kanë investuar kohën e tyre, energjinë e tyre, resurset, kanë bërë studime, kanë angazhuar njerëz, janë marrë me statistika, etj. Dhe gjitha këto e hedhin në një libër i cili shitet për 10 euro, 15 euro, 20 euro. Dhe me 10 euro, 15 euro, 20 euro ke mundësi të marrësh content pafund. Po edhe nëse je nga këta përtacat që nuk e ke qef librin e shkruar, ndjesh atë aromën të këndshme që ka libri, ke mundësi të dëgjosh podcaste nga intervistat më të mira në botë, ke mundësi të marrësh pjesë në trajnime, seminare live sot, apo të regjistruar që e blen paketën për 100 euro, 200 euro, 500 euro, 600 euro. Për shembull,
ti mban mend atë NBA-n që ne bëm me Keith Cunningham. Pra ne ishim 12 vetë, sa ishim 13 vetë aty, dhe blem për 6.000 ca dollar, 6.000 ca euro sa kushtoi, e ndam të gjithë bashkë dhe për 4 ditë ne morëm material sa që realisht nëse shkon për këto shkollimet konvencionale, nuk e merr dot as për 2 vjet. Pra e ketë kondensuar, e ketë ngjeshur, e ke aty të mirë bërë dhe ke mundësi ta marrësh dhe ta shijosh, ta përjetosh, sidomos nëse këtë e bën me njerëz tjerë. E gjashta, në vijim të kësaj që sapo thash tani, shiko ku janë këta grupe të cilët mendojnë si ti, duan të jenë si ti, duan të bëjnë si ti, që duan gjëra të ngjashme me ty. Bëu pjesë, janë goxha grupe sot në treg, një pjesë prej tyre janë me pagesë, një pjesë janë pa pagesë, edhe në Shqipëri, por jo vetëm, ti ke mundësi të bëhesh pjesë e grupeve mbar botën. Dhe janë ca që janë me antarësim, ca që janë me përzgjedhje, dhe shikon nëse kontribon te këta me përzgjedhje, për shembull te grupi ynë që ne kemi. Okej, nuk ka pagesë, pra për të qenë pjesë e grupit, po është në një lloj seleksioni, kemi atë grupin e të urdhve, të cilët duan të fusin në këtë grupin vetëm njerëz që ne mendojmë dhe besojmë shtojnë vlerë, kontribuojnë. Po. Nëse nuk është të thënë që, pra nëse për një arsye ne nuk mendojmë dhe besojmë që ti që do të bësh pjesë e këtij grupi shton vlerë, mund ta kemi ne gabim. Ka grupe të tjera sa të duash, por rëndësi ka që të bësh pjesë e një networku që realisht ty të shton vlerë, sepse your network is your net worth. Pra, dikur populli thoshte, më thuaj me kë rrithen se cili je. Sot thuhet kush të njeh ty. Okej, është shumë e rëndësishme, jo vetëm kë njeh ti, po kush të njeh ty. Dhe tani po shkon tek ai që njeh ti kë njeh. Pa praktikisht sot me 7 telefonata, ti ke mundësi të telefonosh dhe të marrësh këdo në botë. 7 telefonata nëse ajo çka ti je, ajo çka ti do shtosh vlerë, do shtoj vlerë për atë personin. Dhe kur them këdo, këtë duash ti. Edhe këtë Kim Jong-un e Koreas Veriut, po të duash, po që është diçka që ti shtosh vlerë atij, jam i sigurt që ja gjen unë, Donald Trumpi të diskutojë që ja gjen. Të gjën ai dhe po se gjetet. Po. Pra këto ishin ato 6 ose 7 pika sa ta shumë kështu në mendje shpejt që unë do bëja. Unë mendoj që sikur 2/3 marrë njeriu nga gjithë këto dhe në përgjithësi kur flasim miq, ajo do të thosha për të tjerët është që ne kur përmendim këto, unë them gjithmonë është si ajo një ark me të gjitha mjetet dhe instrumentat që përdor një marangoz. Po marangozi kur do bëj një tavolinë, nuk do marrë të përdor të gjitha instrumentet, do marrë 2-3. Pra secili mund të dëgjojë nga gjitha këto dhe të mbajë shënime dhe të thotë, mua më bën mirë kjo. Por nëse unë do përmbledhja 2-3 që mua mendoj që më rezonojnë dhe që janë shumë të rëndësishme është futja tek vetja jon, është një gjë që njerëzit shpeshherë e marrin të mirëqen. Pra unë e di çfarë dua, në fakt, nuk është se e dim çfarë duam. Ajo që ne bëjmë shpeshherë është një mirroring, është një pasqyrë atyre që kemi rreth rrotull, qoftë për mirë, qoftë për keq. Dhe mendojmë që kjo është okay. Edhe unë besoj që rasti i parë vjen kur ne bëhemi njësh me realitetin rreth rrotull, edhe themi për sa kohë ngjyra që më zotron këtu është e verdha dhe unë jam mirë në të verdhën. Ndërkohë që ngjyra jote duhet të jetë jeshilja sepse ti je lindur me atë gjë. Pra ajo që do të thoshë është jepini leje vetes të njihni kush jeni. Që të njohësh veten sot është dhurata më e madhe që mund t'i bësh vetes. Dhe nëse ka ndonjë gjë që unë besoj në njohjen e vetes është të japësh lirinë, të jesh ajo që je bër, ai që je bër. Çdo thotë kjo, merr vesh cilat janë talentet. Nëse talentet e tua, e glend janë mira, por nuk është menaxhimi, ti fillon të kuptosh mençurisht që ti do rrethohesh nga menaxher shumë të mirë. Pse? Sepse ti do të ecësh përpara. Pra kjo është që më rezonon shumë fort. Por çfarë do të thotë kjo? Që secili nga ne që është atje jashtë është aq unik në talentin e vet. Në moment që e njeh, që e paketon dhe që e vën në shërbim të dikujt, vlerat vijnë mbrapa. Sa dhe pastaj vjen ajo që ne quajmë liri e tretë, që është liria financiare. Vetëm kur ne kemi njohur veten, i kemi dhënë leje vetes të di kush jam dhe pastaj unë zgjedh rreth vetes ata që më plotësojnë në gjërat që unë nuk i kam talentet mia. Sepse jeta nuk mund të jesh i lumtur, nuk mund të ndërtosh një gjë dhe të vesh kundër rrymës. Do thotë kundër vetes tënde është njësoj them unë, sikur të futesh në lum
lumi rrjedh më të poshtë, të ngjitesh më të lartë. Kjo është edhe kundër atyre aftësive që ti ke të lindura. Është ose tjetra, të marrësh ti e prerë të shkruash me dorën e djathtë, të shkruash gjithë jetën me dorën e majtë. Dhe jo vetëm kaq, po të marrë ton shkruaj edhe këtu nga mbrapa, se kështu duhet shpeshherë. E gjithë kjo ka të bëjë në futje në vetvete. Unë besoj që çelësi për çdo sukses fillon tek vetja. Dhe nëse ne tek vetja fillojmë e para të njohim kush jemi, e dyta të zgjedhim njerëz rreth e rrotull, të cilët ne na bëjnë të jemi persona më të plotësuar. Të jesh më i plotësuar për mendimin tim është që nuk e prik nga suksesi tjetrit. Pra nëse ti nuk je menaxherin, interesi yt është të kesh menaxherë më të mirë të rrotull. Dhe të gëzosh që ata mësojnë, dhe të gëzosh që ata bëjnë gjëra të reja, dhe të gëzosh që ata duan të ndërtojnë diçka. Pse? Po gjithkohën kuptoj që është një marrëdhënie që kemi thënë një herë sa e rëndësishme është, në të cilën ne futemi me vlerën tonë. E fundi që do të kisha unë që mendoj që ndoshta mund t'i vlej dikujt është le të mendojmë për një tremujor. Dhe unë them ka një arsye pse e them tremujor. Gjithë korporatet e mëdha në fakt marrin dhe bëjnë planifikime tremujore dhe i bëjnë këto planifikime sepse dikur kanë pasur shkolla siç the Harvard, Oxford, të tjera të cilat kanë bërë studimet dhe kanë parë që truri jon punon shumë mirë për një periudhë 12 javësh. Që do të thotë ky truri kthej mbrapa që është motaku që them unë dhe ky i zhvilluari, bëjnë lidhjen bashkë për 3 muaj, por nuk e bëjnë për më shumë dhe më pak. Në këta 3 muaj, nëse do thuash që unë dua vetëm të njoh veten time dhe të di ku duat vete, kush dua të jem. Niseni nga çfarë do të kesh? Do të kesh një shtëpi më të mirë, do të kesh një makinë më të mirë, do të kesh mundësinë që të kesh një makinë të shpëtisësh njerëzit e tu, të dalësh me ata që do zemra, do të kesh një mundësi që fëmijëve do të japësh shkollën më të mirë. Të gjitha këto janë ata çelësa mendoj unë që në 60 apo 90 ditë të ardhshme do të bëjnë të ulesh çdo ditë të merresh me veten. Kështu që unë mendoj që kjo është një nga gjërat që ndofta mund të ndihmonte. Çfarë do të ishin 2 gjëra Glend, 2, të cilat ti mendon, dikush nuk mund të bëj dot pa to. Pra në rrugën drejt suksesit janë 2 gjëra pa të cilat ti mendon që suksesi është llafe. Po më kujtohet tani një pyetje që i kam bërë këtij s'po më vjen emri i autorit, ka shkruar mbi 100 libra mbi vetë zhvillimin, suksesin dhe ka një libër vetë disiplina. Dan Sullivan? Jo, Brian Tracy. Brian Tracy disiplina është jo vetë disiplina. Po flet për Eat the Frog që flet për vetë disiplinën? Ka bërë një libër para, më thënë para se të paralizohej dhe është titulli është ndryshe, por në fund fare ka disiplinë. Dhe kur këtë e kishin pyetur se nga gjithë këto libra që ti ke bërë, kem përmendur gjithë këto faktorë që ndikojnë suksesin, se praktikisht është, po themi, mësuesi i suksesit. Absolut. Dhe ai thot, gjëja numër 1 mbi gjithë shka tjetër është vetë disiplina. Pra, ti mund të kesh kontaktet më të mira në botë, mund të kesh financat më të papara në botë, mund të kesh trupin, mund të kesh njohurit fantastike, mund të kesh idetë gjeniale për të bërë çfarë do të bësh. Nëse nuk ke disiplinën, nuk e pritet asnjëherë. Dhe vetë disiplina lidhet me gjithçka që ti vendos për veten tënde, për jetën, për punën, për shëndetin, për trupin e tjerë. E para, vetë disiplina. E dyta, mendje hapësia, ose ti je mendje hapur. Pra, ti nuk e di se nga kush mund vi një mesazh fantastik që të ndryshojë ty mënyrën si mendon për veten tënde. Dhe mua e kam thënë disa herë këtë dhe realisht më ka goditur. Ai që unë lyje këpucët, që është aty ke afër plazës, shka shpesh tek ai me të ndjerin mikun ton Tanezini, dhe në një moment caktuar i thash, pse bën këtë që bën ti? Një sekond vetëm, ju lutem, për ata që shkruan, ju lutem shkruani pyetjet që keni këtu. Thjesht mund të shkruani pyetjet që kur të mbarojmë t'i kthehemi pyetjeve. Na shkoi Suela, no excuses, the power of self-discipline. Yes, ajo është më. Po pra, edhe më thot, unë thot e dua këtë punë që bëj. Dhe thash unë për çfarë
Tobu, ç'a bën ti? Puc lustron. Ngren kokën nga porsi, ishte ngren kokën lart dhe thot. Dëgjoj thot. Unë nuk lustroj puc. Unë ju ndryshoj mënyrën se si njerëzit mendojnë për veten e tyre. Wow. Tash dhe si e bën këtë ti? Kur vinë këtu, të gjithë e kanë kokën poshtë, duke parë nga këpucët e tyre që i kanë papastra. Kur dalin nga këtu, kokën e mbajnë lart sepse e dinë që këpucët e tyre u shëqejnë. Pra, Një gjë nga çdo kaq kush, nga çdo kush ti ke mundësi të marrësh mësime. Dhe është shumë e vërtet, kur ne kemi një gjë që nuk shkon tek kpuca, te bluzat, te pantallonat tona, etj, dhe kemi fiksimin atje. Po si, po duhet ta mbuloj, po ma shoh ma bëjnë. Ose vendos që ty s'të plas fare, sepse ti je më i rëndësishëm sa ajo çka perceptohesh, ose bëje që realisht gjoksin ta kesh lart dhe të ecësh përpara. Pra, do thoya këto dyja, disiplina dhe mendje hapësia, se ti jesh mendje hapur për të mësuar nga kushdo. Nga kushdo mund të marrësh mesazhe dhe mund të marrësh mësime super vlefshme. Nuk e di pse pyetjet po më çojnë në WhatsApp, edhe okay. Nuk e di pse është kjo, as emrin s'do t'i japim, whatever. Okay. Një pyetje që më vjen, një pyetje që është realisht thot, po ju ndjek me shumë interes. Okej, faleminderit. Ca fjalë të tjera shumë të mira që e di sepse është zonjë shumë e mirë. Pyetja që kam thot, kur thoni Shqipëria është tokë e xanun apo është tokë e vështirë? Ai që ne tham për Shqipërinë, që është terren i vështirë, tham ekosistemi është i vështirë. Pra tokë e xanun apo tokë e vështirë? Jo, unë mendoj që është terreni vështirë sepse jemi vend shumë i vogël dhe funksionon shumë kjo pjesa e kush njeh kë, sa njeh, sa s'njeh etj dhe ndryshe jo se nuk ecet patjetër, po është çike vështirë. Besoj që Por unë mendoj që ka shumë herë më tepër potencial në Shqipëri sot për të bërë gjëra të bukura dhe për t'ia dalë, se sa ka në vendet e zhvilluara, duke ditur që e kanë fjalën për atë kohë që ne investojmë. Me vërtet, ti përmend në Amerikën dhe ja del në Amerikë, por në Amerikë ja del duke harruar fëmijët, duke harruar veten tënde, duke harruar gjumin, sepse duhet punosh, duhet jesh gati 24 orë 24, nëse do ja dalësh. Në Shqipëri apo në mesdhe, ne kemi gjë të mrekullueshme që ke mundësi ta shijojmë jetën dhe t'ja dalim njëkohësisht. Pra, se në fund fare, nëse nuk e shijon jetën, çfarë kuptimi ka të kesh, ose çfarë është suksesi pa një jetë të këndshme, të shijuar, të shëndetshme? Çfarë është? Absolut. Para se të lexoj një pyetje që ka shkruar Aselda, po lexoj një pyetje tjetër që ishte me kohë këtu. Thot, për punën në Shqipëri, a duhen më shumë nerva apo duhen më shumë përkushtim? Në logjikën është kur do të kesh sukses. Dhe besoj që e njoh pak personin, ideja është a do duhet të jesh më shumë i fokusuar në gjërat që do të arrish, apo do të duhet të merresh me dramat e rrotull. Shiko, nëse merresh me drama, ato s'kan për të mbaruar kurrë. As tonat personale, po as të tjerëve, sidomos të tjerëve. Kështu që pjesa më e bukur që mund bësh, dhe ajo që thash në fillim fare, pjesa heqjes lajmeve, lajmet e kisha për të tjerë, dhe lajmet e njerëzve të tjerë. Gjëra do ndodhin në jetë, kanë për të ndodhur gjithmonë, kanë ndodhur, po ndodhin dhe do ndodhin. Ndodhin nga më të çuditshmet, nga më të pabesueshme etj. Dhe nuk ka rëndësi nëse ndodhin apo jo, se si ke ti në dorë, është mënyra se si ti percepton, si përjeton dhe çfarë merr nga ato që është e rëndësishme. Kështu që lirit të ndodhin, jeta vazhdon, nuk ke çfarë i bën. Që drama do ketë gjithkohë, nuk diskutohet. Është një pyetja thotë Arseta, thotë pse gjithmonë për të hedhur një hap tjetër më të madh, më nevojitet gjithë një aprovim shtys nga dikush shumë afër meje, mos ndoshta kam komplekse, diçka që të çlirohem apo kam frikë. I vjen të them me unë pas çfarë mendoj. Është okej ta kesh të duash që tjerët të vlerësojnë,
nuk është gjë e keqe, ose të Pyetja është shumë e t'japin, bukur, Arsela, shumë e bukur. apo të t'japin një aprovim apo një shtys, por Mm. kjo vjen tek ajo që thash në fillim fare, për gjë më e rëndësishme që i thash asaj vajzës tek shkolla. Gjë më e rëndësishme që duhet ne fillojmë dhe të mendojmë është çfarë ne duam, kush ne duam të jemi. Dhe më kujtua tani një gjë, pra një pyetje e ngjashme që i kishin bërë këtij Henry Ford. I kishin thënë ç'ne ti bëre makina etj, pse s'ka për tetë, s'ka për bërë. Dhe ai thotë që nëse do kisha pyetur të tjerët, njerëzit do kishin thënë që duhet të kesh kuaj më të fuqishëm ose më shumë kuaj. Por unë vendosa të bëj makina. Çka do thotë? Nëse ajo çka ti do, di, kërkon, do vizualizon e tjerë, pritet që të marrësh komprimimin nga të tjerët, nuk është ndonjë risi dhe nuk është një gjë që ka për të bërë ty të ndjehesh mirë me veten tënde. Është fantastike kur ajo çka ti kërkon, do, di dhe percepton për veten dhe për atë që do të arrish dhe të kesh, të kundërshtojnë, pra thonë të tjerët ja ke fut kohë s'ke për t'ja dalë. Kjo për mendimin tim është shtys më e fortë dhe ti është shtys më e fortë që t'ja dalësh dhe arrish. Pastaj nëse aprovimi duhet nga dikush që e ke rolin e mentorit apo trajnerit apo një person që e vlerëson, kjo është çështje tjetër pastaj. Po ti je dikush i përzgjedhur, jo dikush që talk the talk, pra dikush që thjesht flet sepse ka për të thënë diçka. Dikush që ja ka dalë, dikush që ka bërë, dikush që ka arritur. Nëse mesazhi apo konfirmimi të vjen nga dikush që s'ka bërë gjë, s'ja ka arritur, s'ja ka dalë dhe është rrëzuar dhe nuk ka pranuar të tetë se ka frikë se rrëzohet, mendoje një 10 herë, jo 2 herë. Unë do shtoja vetëm një gjë të vogël, Seda. Në logjikën time është shumë e thjeshtë. Ti nëse do vendosësh çfarë do të bësh, ti do kuptosh me kë po ulesh në tavolinë. Nëse ti do të bësh një person që në gjykimin tënd është i suksesshëm në atë fushë ku ti je, do ulesh me persona që janë të suksesshëm të paktën në fushat e tyre. Po mos prit në këtë ambientin tonë të dashur, në këtë Shqipërinë e dashur, që ti të bësh një gjë të bukur, dhe të ndodh që ata që janë referohet të duar trokasin. Ajo që unë them vazhdimisht, sa më lart ecën, ndalojnë çik, thuaj bravo Lida. Dhe gjej njerëzit që do kenë kënaqësi të rinë me ty, dhe të thonë bravo për sa gjëra, sepse unë mendoj që sa më lart ne ngjitemi në një mal, them unë aq më i rrallë bëhet ajri, aq më vështirë është. Pra nuk e kemi atë ngrohtësinë që ke nga njerëzit që janë ngjite. Pra, suksesi yt do të jetë në fakt i ndërtuar mbi një punë që të tjerët nuk e vënë në përdorim, është punë, është kohë e hedhur. Ndërkohë që shumë të tjerë të shikojnë filma, të shikojnë lajme, të shikojnë reality shows pa fund. Ne ca njerëz ne zgjedhim të lexojmë, ne zgjedhim të mësojmë. Që kjo do ta bëj dikë të ndihet keq kur unë ecim përpara dhe kam sukses. Why do I care? Sepse unë di çfarë pune kam futur atje brenda. Prandaj unë nuk mendoj që ti ke nevojë të mendosh që shiko se kam një kompleks. Ka shumë mundësi që jenë në tavolinë me njerëz të gabuar. Shpesh këta njerëz mund të jenë dhe gjak i afërt. Unë them duaj me shpirt, bëju afti ndihmosh, por mos i lër të pengojnë në rrugën tënde. Dhe unë besoj që mendoj që këto që tham mund të ndihmojnë ty dhe dikë tjetër që mendoj që i dëgjon dhe mund t'i vërë një farë. Një pyetje tjetër është që të shtoj dhe diçka Lida, të shtoj diçka të lutem. Pra, nëse dikush të thotë nuk bëhet, nuk ja vlen e tjerë, edhe nëse ai ka të drejtë mos e dëgjoj. Pra, një person i mirë, një person që të do të mirën, të bën pyetje. Pse do ta bësh? Si e ke menduar? Kur, kush, ku? Pra, të bën pyetje që ti të fillosh të mendosh sa gjëra që mbasi si kishe menduar. Nuk të thot asnjëherë po, nuk të thot asnjëherë jo. Poja dhe joja varen nga ti. Por ai nuk ka, ai apo ajo, kushdo që të jetë, nuk e ndjen ai që është i zgjuar dhe që është i ditur dhe që është i edukuar dhe që është bërës, jo thënës, por që është bërës, nuk të thot asnjëherë që s'ke për t'ja dalë, s'ke për ta bërë, ose ke për ta bërë, ose ke për t'ja dalë. Thot pse, si, kur, kush, ku, si, me sa, e tjerë. Absolut. Ideja është që gjithë të pyetjet të nxisin ty të lëvizësh nga vendi. Çdo koment negativ të bën të ngjitesh për vendi. Kështu që
zgjedhja është e jona, çfarë zgjedhim. Një pyetje që bëhet prapë është, a është më mirë që në mes të një rruge që besoja që ishte sukses të kthehem, apo ta nis nga e para një rrugë? Mos janë atyre Olida Fiu? Fiu janë ata që vjen nga dega në degë, që mësojnë një gjë të re, mësojnë një gjë tjetër, mësojnë dhe nuk vën asnjë gjë që të nxjerrë lekët e tyre. Dhe pyetja më që kuptoj është, nëse në mes të rrugës, në mes të një shkollimi, në mes të një punësimi, ti kupton që nuk është rruga jote, nuk është shkollimi yt. A është më mirë të kthehesh dhe ta lësh në mes dhe të vesh kërkosh atë që do, apo është një gjë që ti këtë gjë e bën sepse po i largohesh punës, kësaj që tham që të shtrohesh të punosh? Unë kam një shprehje që e kam shumë gjënë dhe ja përmend shpesh vetes time. Më mirë një fund me dhimbje se sa një dhimbje pa fund. Mesazhi merr vetë. Realisht kjo është Shakespeare-it, nga Love's Labour's Lost, që do të thotë realisht nëse diçka ne shohim që na shkakton dhimbje, është si një dhëmballë që do hequr në moment, mund të dhëm shumë atë moment, por është ndryshe ta kesh atë dhëmballë gjithkohon aty që kalbet dhe gjërat e tjera. Shkëlqyer, thank you. Një pyetje tjetër. Kur flasim për gabimet që ne bëjmë në suksesin ton, a duhet t'i marrim këto si mësime të shkëlqyera, pra që ndron shprehja që un kam mësuar nga gabimet e mia më të mëdha, aman ta them këtë të farën? Po. Shumë qejf ta them. Personalisht ajo që unë mendoj dhe ajo që besoj dhe që e kam bindje është, unë nuk vete drejt diçkaje me mendjen që do dështoj, sepse do mësoj. Never. Do me thënë, sinqerisht më hypin nervat kur diçka që unë e kam nisur, në mes të rrugës marr vesh që diçka nuk po shkon mirë dhe sidomos me njerëzit që punoj, ai është momenti kur ata njohin atë që e quajnë me nickname gjermane. Që realisht them, ne do ta kishim parapar, ne do ta kishim paraditur sepse koha jon, ajo që ne harxojmë është e jashtëzakonshme. Dhe vajtja në një rrugë në të cilën ti je shef që e kishe ti në dorë mos të bëhej gabim, po, unë mësoj diçka, po që ti them vetes, ta lejoj veten që s'ka problem, sepse do bëj ca gabime në fillim, sepse do mësoj. Këto janë tangëlli që mendojnë që i kanë vetëm një brez, që kanë ata prindët nga mbrapa, që i mbajnë në një hotel me 5 yje, që do thotë ti nuk paguan shkollën, ti nuk paguan fjetën, ti nuk paguan ngrënien, ti nuk paguan asgjë, por këto të vinë të gatshme dhe ti mendon që po, ti mund të gabosh, mund të fillosh një gjë me lekët e dikujt tjetër dhe të dështosh. Dhe unë mendoj shpeshherë kur këtë shikoj në disa fëmijë që i quaj fëmijë, më fal, të llastuar, dhe mund të jenë fëmijë deri në 47 vjeç, ajo që unë besoj është që gabimi është njerëzor, gabimi është që do të ndodhë, por kur unë nuk i kam thënë vetes, është okay të bëj më pak përgatitje, sepse ka mundësi të mësoj in the process. Nuk e di, duhet ta thosh se do të përcaktisja apo mos ta thosh. Jo, jam shumë dakord. Unë jo më lart se pardje, pata një tantrum, një kështu shpërthim të disa nga bashkëpunëtorët e mi, pra atë 5 minutëshin tim, sepse janë disa gjëra që ti i dashur apo e dashur, bashkëpunëtor apo edhe unë, duhet ti parashikoj, duhet ti mendoj, duhet ti vlerësoj paraprakisht, pra nuk mund të futesh në det, apo nuk mund të zhytesh pa patur një mask drejt që ta haj për oksigjenin. Nuk është e pamundur që ti të dalësh dhe të ecësh në shi pa marrë një çadër. Jo se ka problem të lagesh, po pse të lagesh kur çadrën e ke aty, ose ke mundësi ta marrësh. Pra, ca gjëra të thjeshta, bazike, duhet ti parashikojmë. Pastaj, a mund të ndodhin kriza? Patjetër, mirë se të vinë, por janë nga ato kriza që me shumë gjasa nuk i parashikoje dot. Dhe janë ato të cilat prapti kur kthen syt mrapa, thua që do të bëj planin A, B, C për nesër, sepse you never know. Dhe kjo mendoj që mund t'i vërë kapakun shumë gjërave. Mund të kemi edhe 2 pyetje të fundit, okay? Ajo që dikush më thot këtu është që sorry së pari që po shkruajmë këtu, po unë nuk mendoj pse me ç'po kuptoja që po shkruajnë është që ndofta kur ne do ta vëmë në podcast nuk duan të kenë atje emrin, I don't know. Po shikojmë këtë që kemi
t'japësh ca mendje se mbeten duke mësuar nga gabimet. Faleminderit për çdo fjalë bekuar që nxjerrni nga goja. Okej. Thank you. Thank you. Kush është kjo që të pa diun? Faleminderit. Okej, Luli, hajme Luli. Okej. Ajo që do të lexoj këtu është, në parim, këto që thoni janë mos e të vërteta. Pyetja që kam unë, në praktikën tonë në Shqipëri bëhen, come on, ne të dy jetojmë në Shqipëri. Ose unë të paktën mund të lëviz që vete që vi, po që gjërat që po ndërtoj, besoj me mendjen që do të kenë bazën në Shqipëri, por unë besoj që në ka një gjë që ne e themi të dy. Dhe by the way, dhe Glen edhe unë ne jemi Pepelena solla, ne jemi vëndalin, ne jemi që i duam familje, ne jemi të lidhur jashtëzakonisht me këtë vend dhe duam që ky vend të bëhet. Dhe kemi mundësinë që të investojmë diku tjetër dhe themi këtu. Por nëse ka një gjë që unë besoj që Glenti nuk është dhe unë nuk jam, ne nuk jemi budallënj. Aq e thjesht. Nuk jemi budallënj. E ti mendon që dikush me këtë pa qenë budalla, nuk themi zgjuarsi, po pa qenë budalla, do investonte, do punonte, do ndërtonte këtu, do dilte tani në 10 të darkës të fliste këtu. Kaq e thjesht, shikoni çik këtë gjë në thjesht fare. E Glen, çka kishe për këtë? Kishe ndonjë gjë? Shiko. Pa për politikë, nuk kemi për politikë, më thënë, bota sot është kaq e lidhur, jemi kaq, ne jetojmë, mund të jetosh brenda një ore, ti shkon pi një kafe në Rom dhe kthehesh përsi nga Roma, mund ta bësh punën nga këtu atje, pra nuk mendohej para ca kohësh që një shqiptar apo një kompani shqiptare të hapte një fond investimi në Luksemburg, është doable, apo kudo tjetër, apo në Amerikë. Pra, ajo që dua t'i them zonjushës apo zonjës është që nuk ka ndryshime shumë të mëdha mes Shqipërisë, Amerikës, Anglisë, Europës e tjerë. Parimet janë të ngjashme, të njëjta. Po, është ajo sipas vendit dhe kuvendit, dhe patjetër sa gjëra mund të jenë pak të ndryshme, por në përgjithësi të gjitha gjërat janë pothuajse, mendësia është e njëjtë gjithandej. Shumë e drejtë. Pra nëse do të futesh të dashurira, nëse do të futesh të merresh me veten tënde, me veten tënde do jesh kudo. Pra do jesh mirë në Tiranë me veten tënde, okay, do jesh mirë në Majtë Malit, do jesh okay. Do jesh në Düsseldorf, do jesh okay. Unë jam duke punuar me një grup në Hanover dhe jam duke thënë është e njëjta gjë me ata që punuan në Londër, është e njëjta gjë, nuk ka ndryshime. Ne si njerëz jemi të ndërtuar në formë të tillë që gjëna e fundit që duam të ndryshojmë është të merremi dhe të punojmë me këtë muskulin këtu. Është me kollajt gjë që na vjen është të dalim me të tjerët, pra ky vend s'bëhet. Kjo punë s'bëhet, ky pronari im s'bën, kjo gjë që kam ndërtuar unë po më ha jetën, kjo po më mërzit. Të gjitha këto mendoj unë, nëse ne kemi mundësi që t'i mbledhim në një gjë dhe themi në 90 ditë të ardhshme, unë dua me se s'bën, të merrem me kokën time dhe t'i them, o kokë e dashur, çfarë është gjëja që do të kesh për 3 muaj? Që ta kesh, që ta ndash, që ta japësh, që ta falësh, që ta përdorësh, që të shtosh vlerë, pra varet nga ty, por ti vendos. Dhe në momentin që ti ulesh me veten tënde, të fillosh të kuptosh që nuk është gjëja më e keqe që kanë shumë njerëz të vinë me veten. Dhe ndaj ulen më njëherë hapin celularin. Ose ulen më njëherë dhe bëjnë gjëra telefonata kot, ose mund të futen të bëjnë scroll. Ajo që unë shikoj gjithmonë është një frikë të mbetesh me veten, sepse vetja do të thotë çfarë duke bërë me këtë kohën tënde. Po e vret, po e shpenzon, po e investon, i duke shijuar. Dhe ndaj mendoj që është shumë e rëndësishme në këto 90 ditë, kushdo që na ka ndjekur, kushdo që do të marrë një mendim nga ne, është të thotë që dua të ulem të merrem me veten dhe atë që unë e definoj si suksesi im është krejt ndryshe nga ajo që ti e definon si suksesin tënd. Dhe ka shumë mundësi që secili nga ne, me ato që ka brenda vetes, të ketë mundësi të jap. Kjo Shqipëria do bëhet vetëm nga ky brez që vjen, mendoj unë. Fitness Lui ka një pyetje shumë të bukur dhe të thellë. Çfarë bëhet më rëndësishme, rezultati kur arrim sukses, rezultati apo mënyra si ndikuam në rrugën për ta arritur? Shumë e bukur. Absolutely, është edhe dikush këtu që ka bërë një pyetje tjetër, po më thonë, drejtoni. Po. Okej, mund ta lexosh ti, ke kollë? Po. Atëherë, ti kthejmë përgjigje kësaj të Luit, pastaj ka lëp të drejtoni, atëherë. Lui, sipas këndvështrimit tim, është më rëndësishme mënyra se si ti arrin atë suksesin sa thjesht rezultati.
Rezultati për mendimin tim është një bypass product, është një produkt që sekondar që arrihet. Suksesi nuk është një numër, nuk është një moment, nuk është një gjë që bëhet. Është një ndjesi. Pra është emocion, është dëshirë, është energji. Pra, ti nuk mund të quhesh, e supozojmë që do të kesh një biznes fitimprurës dhe shkon dhe merresh me gjëra të paligjshme dhe i bëre atë fitova atë parat. A është ky sukses? Për mendimin tim, jo. Pra, unë dëshiroj që gjatë bërjes dhe arritjes sa saj që unë dua, pra të jem ai që dua të jem dhe të kem atë që dua të kem, dua gjatë rrugës të shtoj vlerë, të shijoj dhe të kontribuoj. Nëse nuk e bëj këtë dot gjatë rrugës, ase për mua nuk është sukses. Absolut. Do shtoja vetëm që një fjalë këtu që realisht kur ti të njohësh veten, ka shumë mundësi që nga ato që funksionojnë për Egleni mund mos funksionojnë për ty. Dhe ti do t'i japësh leje vetes dhe thua shiko, për mua ajo që vlen dhe që më bën të dal dhe të vrapoj dhe të përpiqem dhe të ngrë fitness whatever ti e duke ngritur, është ajo që mua më bën mirë dhe në 90 ditë të ardhshme unë nuk dua të kontribuoj për gjë tjetër, unë nuk dua të bëj gjë tjetër, ama do të futem dhe do të ngrë rezultatet e mia të jashtëzakonshme. Dhe këtë do ta bëj sepse dua, sepse këtë kërkoj. Unë kështu e definoj suksesin tim, pra ajo që janë duke thënë dhe në ekstremin tjetër. Dikush mund të thotë që unë dua ta bëj këtë gjë vetëm të kontribuoj. 3 muajt e ardhshëm duat vete në një shoqat dhe duat vete të punoj atje me full time. Duat vete në një shtëpi fëmijësh dhe të punoj me full time. E gjitha është çfarë është suksesi për ty. Dhe çfarë është ajo që do mbush ty. Ishte drejtonin, mos gaboj dhe kjo është e fundit, okay? Cilat janë ato zakone të përditshme që një individ duhet kultivoj për të transformuar rënjësisht jetën. Okej, jepi, Glen, pastaj them në më një. Drejtoni ky? Po, drejtoni thotë, mbasi falenderon, thotë për motivim duhet dhe disiplina. Ajo që thamë përpara, jashtëzakonisht e rëndësishme kjo që po thua drejton. Nuk mund të duash të bësh në 90 ditë të ardhshme, të bësh një ndryshim të madh, nëse ti se bën çdo ditë. Dhe ai po pyet cilat janë ato zakonoret e suksesshme që të çojnë që në një kohë të caktuar të transformosh jetën rrëjësisht. Ne e tham pak a shumë tek ato gjëra që unë mendoj që duhet bëjmë, por gjithsesi unë do filloja në radhë të parë është kujdesi për veten, për shëndetin. Pra, një person i shëndetshëm dhe që ka një ritual të caktuar për shëndetin e vet, ka mundësi të ketë sukses, ketë energji, të punojë, të kontribuojë, të japi, të arrijë, të ketë atje. Dhe unë e filloj, pra unë për veten time filloj ditën, pra kam 2 alarme, një kam 5:30, një kam 6:30. Sot që me shumë gjasa do flet pak më vonë, besoj që do të shohim ke alarmi 2, te ora 6:30. Dhe kam dushin e nxehtë, dushin e ftohtë, kam pak lëvizje stretching që bëj në mëngjes, ujin e ngrohtë me limon ose me pak ujë thullmolle dhe kaq. Nëse çohem 6:30, nëse çohem 5:30, kam zakonisht një 15-20 minuta meditim reflektim, kam një 15-20 minuta lexim të një libri ose diçkaje që kam lënë pa lexuar nga darka, ose në sakt është vazhdimsi e asaj që po lexoj në darkë, dhe pastaj zakonisht 15-20 minuta te bloku im I shënimeve shkruaj ose përditësoj disa gjëra që duhet bëj gjatë ditës, pra atë journaling po themi, ose përgatitja e organizimi I ditës që mund mos e kam mbaruar të tërin. Pra unë mendoj, populli ka shprehur shumë bukur, fillimi I mbar gjysma e punës. Dhe unë mendoj që një mëngjes I filluar në mënyrën e duhur është një nga zakonet më të rëndësishme që duhet kemi secili prej nesh. Pastaj janë ato tjera, leximi, projeksioni I kush do t'jesh dhe të kesh një lider apo një idhull apo mbase jo idhull, po një person ose një kompani ose një filozofi që do të ndjekësh, dhe edukimi I vetvetes në mënyrë të rregullt dhe të përhershëm. Unë dështoja
drejton në këtë që ti do vendosësh, nëse do vendosësh një gjë për 19 ditë të ardhshme, unë do shtoja orën 12 dhe orën 5 ulu dhe shiko çfarë ke bërë nga ora 8 deri në orën 12 për këtë gjë që do të harish, specifikisht për këtë gjë, dhe në orën 17 ulu dhe shiko çfarë bëre nga ora 12 deri në 17 për këtë gjë që do të harish. Pra nëse do të transformosh jetën rrënjësisht, jam e bindur që do të bësh 2-3 gjëra, ndofta këto pickatore që i quajmë heqjet e gjërave. Po nëse ti në këto 2 orare do bësh 2 alarme, edhe unë nuk kam nevojë të bëj alarm sepse këto do marr të shikoj. Realisht nuk harihet asnjë gjë. Ai elefanti që do të bësh ti që të harish, që është ngrënia e një elefanti të gjithë, jeta rrënjësisht është fjalë e madhe. Ajo që do të thoshë është duke filluar çdo ditë nga pak gjë, nga një kafshat çdo ditë, ti do fillosh të kuptosh që pas 2-3 javësh të shijon ajo ngrënia e asaj kafshate dhe kjo kthehet në një zakon, por duhet të jetë një zakon që të vlen për atë që do të harish. Pra hapa të hapa do të bësh drejt asaj që ti ke vendosur objektivin. Ajo që unë vëre shpeshherë, sidomos në të rinjt, e glend është që duan, thonë, ok, unë dua të kujdesem për veten time. Dhe mund të vend 3 orë në palestër. Come on, 3 orë në palestër do të thotë që ti ke vrarë një kohë të jashtëzakonshme dhe ke humbur ca balanca, të cilat janë shumë të nevojshme që ti do të vesh aty të prodhosh të nxjerrësh bukën e gojës. Unless vetëm nëse ti do bësh një model apo do jesh që sigurisht je një profesionist sportist or something. Pra ato me logjikë është që unë do të thosha 2 herë në ditë, ulu dhe shiko, ato gjëra që ka bën të çojnë tek ai burim që ke nisur, apo do të çojnë diku tjetër. Pyetja e fundit dhe mbylli vjen nga Jobi dhe Jobi thotë, kjo është pyetje për ty Eglen, se i thash që po ke pyetje për mua do më bësh vesh, po është për Eglenin ma bë tani. A i vë një limit kohor vetes përpara se të marrësh një vendim madhor, apo shkon me përditshmërinë? Unë nuk i marr, në përgjithësi nuk i marr vendimet madhore në një moment saktuar. Domethënë, miku ynë ka një shprehje shumë e bukur që e thot, atjetër që dhe ka lexuar diku. Në kohë kur je i uritur, kur je i mërzitur dhe kur je super i entuziazmuar, mos merr vendime të rëndësishme. Sepse nuk je ti, nuk është koscienca apo subkoscienca jote e mirë fillç për merr vendim, por e merr emocioni vendimin, pra i keq apo i mirë qoftë. Idealisht mbi një vendim të rëndësishëm duhet të reflektosh, duhet të marrësh kohën, duhet meditosh, duhet të shkruash, duhet të vizualizosh, disa herë duhet të dëgjosh, duhet të pyesësh dhe pastaj ta marrësh vendimin e rëndësishëm, sepse nga ai vendim i rëndësishëm varen shumë gjëra që vinë më pas. Po ta shikoni, shumica prej nesh bëjnë atë që bëjnë, apo janë ai që janë, apo ajo që janë, fal një vendimi që kanë marrë në një moment saktuar. I duhur apo jo i duhur, nuk ka rëndësi. Qoftë tek shkollimi që zgjedhim të bëjmë, qoftë te partneri që zgjedhim të kemi, qoftë te biznesi ose linja e biznesit ku vendosim të futemi, qoftë tek vendi ku vendosim të jetojmë për të kemi shtëpinë tonë. Të gjitha këto vendime që në dukje mund të duken më sa ashtu rastisi. Jo. Duhet të analizosh se këto çfarë më bëjnë mua të përfitoj ose të humbas. Pra, gjithçka ka pluset dhe minuset e veta. Dhe shumë e rëndësishme që sa herë që ka vendime të tilla, merre kohën e duhur. Pra, nëse një vendim duhet marrë me urgjencë, nuk është vendim i duhur. Edhe nëse është më i miri mundshëm, nuk është i duhuri. Urgjenca nuk bën asnjëherë pazare të mira. Absolut. Ajo që unë besoj dhe duke qenë se e njoh Jobin, do të thoshe që është shumë e rëndësishme Jobi që në gjërat që ti mendon që janë të rëndësishme, ajo që unë bëj në fund të vitit për shembull është që i shkruaj gjitha dhe i kam marr kohën dhe kur i them janë 2-3 opsione. Dhe unë zakonisht vendimet i marr ka opsion vras, që të lë këtë. Pra është si një pemë që ka deg, dhe unë vetë dega lart, po këto e di që janë aty all the time, pra nuk do të ketë një frut që do më bjerë poshtë. Dhe duke bërë këtë, ajo që unë besoj është që them, tema lartë është ajo që ka lidhjen direkt me Zotin. Dhe them, okay, është kjo pemë jetë që ma sill mua dhe unë do ta shoh pra. Në parim se cili nga ne tulet shikoj cila është ajo bazë besimi që ty të ndihmon të marrësh vendimin e dur dhe që shpesh herë mos mendosh që
të gjej mora vetë. Sepse unë besoj, si shtam, në sa gjërat më dha, të cilat ne kemi ardhur në të botë realisht me një mision. Okej, do doja ta mbyllim këtu, sepse po shkon goxha vonë, dhe për gjithë ata që janë pjesëmarrës, doja t'i njoftoj që në datën 13 ne kemi një Zoom ku unë do të bëj një workshop të mirë fillt, do të jetë 2 orë Zoom mbi këto idetë e Davidit dhe të piskatores. Pra si mund të dalim me një plan që është i aplikueshëm, qoftë në raste strategjike ku duam të arrijmë, pse kjo i vlen gjithë asaj strukturës së vitit ku ne jemi për 3 muaj, qoftë edhe çfarë mund të bëjmë çdo ditë, me qëllim që nëse nisemi tek një burim, rrugën te burimit ta nisim që këtu mos kemi hapa që vemi andej dhe këtej. Pra s'ka nevojë të jetë një zigzag, ajo që ne do bëjmë bashkë është rruga e drejtë për drejtë, më e shkurtër, më e mirë, që ju çon aty në varësi të çfarëdo që diçka do të bëj. E Glen të falenderoj me gjithë shpirt. Uroj që dikush nga kjo bisedë të ketë marrë mundësinë që duke bashkëpunuar me ty në të ardhmen, jeta të ndryshoj dhe të mbaj mend që kjo ka qenë nga një thirrje që ti ke bërë në një Instagram në një orë të vonë të ditës. Okej, në orë vonë natës. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit ti. Ata miq të gjithë ata që kanë bërë pyetje të tjera që më kanë shkruar, siç u shkrova edhe këtu, do ta kthej përgjigjen tek e tek. Dhe nëse është diçka që është vetëm për Eglentin, do ta çoj Eglentit, okay? Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Natën e mirë të gjithëve. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjosh, ndofta në Facebook, me Lida Motro, ndofta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje, nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.